Deputeti i Partisë Demokratike Luan Baçi ka publikuar një video ku tregon se çfarë ndodh rreth territorit të inceneratorit të Fierit. Pamja është alarmante. Një grope madhe me ujë dhe plera, male me plera në krah të inceneratorit, i cili nuk ka përfunduar dhe ka mbetur thjesht një kazan me naftë. Inceneratorit. Ja ku është inceneratori. Kemi hyrë brenda territorit, dera ishte e hapur. Nuk besoj se kemi bërë ndonjë shkelje. Urdhë dhe shikoni gjendjen e gropave gjigande që janë rreth inceneratorit. Shikoni se çfarë pislëku, mbetjesh nga më të ndryshmet, njëherë e padurueshme që janë këtu. Qytetarët kanë paguar me miliona euro për një incenerator që nuk funksionon dhe malet me plera rrezikojnë shëndetin e tyre. Situata e ngjashme është edhe në Elbasan, ku sërish inceneratori nuk punon, ndërsa në Tiranë nuk ekziston, edhe pse janë paguar rreth 140 milion euro.